Territori shqiptar për datën 5 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura dhe reshje shiu në zonat veriore, qendrore dhe jugore, ndërsa pasditja vijon me reshje shiu her pas here të forta kryesisht në veriperëndim dhe jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 5 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:41 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 16 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 15 gradë Celsius.